ishin po. Ndërkohë ka një reagim zyrtar që vjen nga përfaqësia e Bashkimit Evropian në Tiranë, pretendimet se ambasadori i BE-s ndërhyri për të hequr emrat nga artikulli i raportit të ndërmjetëm të OSBE-Odirit të përsëritura në një artikull të botuar sot nga Syri.net janë të rreme. Siç theksoi së fundmi ambasadori i BE-s në deklaratat për shtyp, Bashkimi Evropian nuk ndërhyn dhe as nuk kërkon të ndikojë në proceset demokratike të Shqipërisë. Për më tepër, raportet e vëzhgimit të zgjedhjeve të OSBE-Odirit janë të pavarura, të paanshme dhe të bazuara vetëm në gjetjet e verifikuara nga ekipet e tyre të vëzhguesve. BE-ja është këtu për të mbështetur dhe shoqëruar Shqipërinë në rrugën e saj europiane, jo për të ndërhyrë ose manipuluar në asnjë mënyrë. Dezinformimi mund të minojë besimin e publikut në proceset demokratike, thuhet në reagimin e delegacionit Bashkimit Evropian në Shqipëri. Zoti Softa, lajme që qarkullojnë Bashkimi Evropian që i përgënjeshtron janë pavarura, apo jo? Të gjitha raportet që vinë nga OSBE-Odiri dhe nuk kanë ndikim. E para për rolin e medias nëse ka dezinformim, dhe e dyta, a mundet realisht që një institucion përfaqësie si Bashkimi Evropian të bëjë çështje preferencash për zgjedhje apo ndikime të tilla? Është e pamundur, pavarësisht nga forcat politike që mund të jenë në maxhorancë në vendet e Bashkimit Evropian, politikat e tyre ndaj vendeve të paktën kandidate, siç është Shqipëria, janë politika të kujdesshme. Po. Qëndrimi ndaj këtyre vendeve nuk janë preferencat, po janë standardet, të cilët ata kërkojnë që të përmbushen. Hyrja në Bashkimin Evropian nuk do të jetë një privilegj, po do të jetë standard që duhet plotësojmë. Dhe patjetër është një moment ku edhe ky proces zgjedhor është në optikën e tyre për të parë problematikat që ne mund të kemi me demokracinë, sepse në të gjitha rastet e votimeve, qoftë për pushtetin lokal dhe në veçanti për pushtetin politik, rastet për cilët ata përsërisin ose kanë kërkuar të përmirësohen në procese të tjera kanë qenë edhe përsëritje të proceseve të cilët ne kemi përsëritur të njëjtat problematika që kemi. Problematikat të cilët po evidentohen dhe në këto zgjedhje dhe patjetër do të evidentohen jo vetëm nga raporti paraprak i OSBE-s, por edhe nga raporti përfundimtar që do të jetë mbas mbylljes së këtij procesi apo mbas certifikimit të procesit zgjedhor. Është një moment shumë i rëndësishëm, qoftë dhe samiti që vjen dhe organizohet në Tiranë, por i rëndësishëm është për ne vetë shqiptarët, sepse ne duhet ndjehemi europian edhe në mentalitet, jo në pasaport. Ka nga ata që do të shkojnë në protesta, ata të cilët zoti Berisha i thërriti. Shiko, protestat nuk është hera parë, është bërë dhe herë tjetër, në një samit tjetër, pavarësisht se nuk lidhet me procesin zgjedhor, por lidhesh me pjesën sipas pretendimeve të Partisë Demokratike me demokracinë në vend, me problematikat që ato kanë. Dhe ky do të përdoret edhe në këtë moment që ky samit të mos pengohet, se nuk ka mundësinë as ta pengojë, por të tërheqë vëmendjen edhe të mediave ndërkombëtare, por dhe vetë atyre që janë prezent ndaj problematikave që ka edhe në këtë proces zgjedhor. Po për ta bërë edhe më globale, le të themi, humbjen? Humbja apo problematikat varet nga këndvështrimi i trajtimit problematikave dhe varet nga këndvështrimi i parë, nëse e shikojmë nga krahu i forcës politike, ajo thotë është momenti që ne të demonstrojmë atë çfarë ata kanë ndaj qeverisë së vendit dhe problematikave që ka pasur, dhe sidomos në procesin zgjedhor. E parë nga forca qeverise, ai thotë që ky është një proces i cili kërkon të ulë imazhin e Shqipërisë, pikërisht në këtë rrugtimi progresiv që ne kemi. E parë në syrin e qytetarëve shqiptar është ai momenti që ne themi pjesa gri, ajo pjesa që nuk ka marrë pjesë në votime, që kërkon të shikojë problematikat e veta, hallet e veta, por dhe ato rrugët apo rrugët që zihen gjithmonë sa herë ka samite apo organizime në përditshmërinë e tyre. Zoti Softa, a keni ju se e nisëm pak me problematikat që vinë edhe nga drejtësia për proceset zgjedhore, po a keni ju një arsye të fitores ekstreme të zotit Rama dhe një arsye të humbjes madhështore, unë e thashe kanë quajtur disa të zotit Berisha? Ka një diferencë midis partive politike ose kampeve politike. Ka parti të cilët të dyja bashkë janë parti historike, do e quajmë, sepse 33 vjet përbën një lloj historie. Dhe parti të cilët janë që bëjnë gjatë gjithë kohës dhe punojnë për zgjedhjet që do të vinin, kanë punuar 4 vjet për këto zgjedhje, dhe parti të cilët kanë qenë më shumë elektorale. Angazhimi apo mobilizimi i zgjedhësve dhe atyre që nuk janë zgjedhës apo votues tradicional,
por që janë të lëkundur, vjen kryesisht në pjesën fundore. Pra në vitin e fundit fillon, ose pjesa kur fillon fushata. Edhe muajt dhe javët e fundit, që ka qenë ky lloj zgjimi, po themi, fundit, pa. Dhe ndërkohë kanë pasur problematikat e tyre. Për shembull, po të shikojmë forcën për cilën pretendohet kjo lloj fitoreje. Është punuar gjatë për shkak edhe të pushtetit, po për shkak edhe për shkak të një organizimi më të mirë. Nuk është e rama e lë rastësisë zgjedhjet apo jo? Strukturat e tyre kanë punuar, po të shikoni ato kritikat që u bën atëherë me atë aplikacionin patronazhisti apo jo. Gjetën një mënyrë që të kishin këto komunikime për të mbajtur, të organizuar strukturat e tyre, por dhe për të pasur informacione në zonat ku janë, kush janë njerëzit që janë votues të tyre, kush janë njerëz të lëkundur, kush janë njerëz që nuk mund të shkojnë dhe të votojnë për ta. Pra kanë pasur një lloj informacioni. Kanë bërë organizime të gjitha niveleve, kanë databazet e tyre, edhe ditën e votimeve ose ditët para se të vinte data e votimit, më bën të përshtypje që në zonat e lagjeve, që unë shikoj edhe me detaje, nuk pash postera apo flet të hedhura të forcës politike qeverisë, po ishin të forcave opozitare. Të njëjtat forma, hidh tek pragu i derës, vendoset tek xhami i makinës, por nuk janë më forma komunikimi. Shqyqy që kemi bërë një evolim, dikur ishte ngjitshin postera në përshtylla, ngjitshin në përmuar, në ngjitshin edhe në... Qytetit dhe më gjërë kanë qenë më të pastër, le themi vizualisht, në këto zgjedhje. Dhe kanë filluar duke shkuar tek statuset, apo duke rrjetet sociale, dhe lufta u përqendrua tek ajo që u tha në TikTok. U quajt TikToku si një mënyrë që i pengoi ata në një moment të fushatës, apo jo, dhe